Më pak se një vit nga krijimi, shoqata e konsuleve të nderit në Shqipëri ka hedhur një hap të rëndësishëm në ndërkombëtarizimin e saj, pasi u radhit në Asociacionin Evropian. Kjo shoqatë është bërë pjesë e institucionit më të lartë të konsuleve, Federatës Botërore të Konsuleve. Vendimarrja për të bërë pjesë konsullit shqiptar është marrë nga Asambleja e Federatës Botërore të Konsuleve në takimin e mbajtur në Bari të Italisë. Kjo federatë e themeluar në Kopenhagen në tetor të vitit 1982 për të bashkuar shoqatat apo trupat konsullore nga gjithë bota, ka funksionuar prej vitesh për të ndarë eksperiencat e mira dhe për të koordinuar përpjekjet e përbashkëta për të përmirësuar statusin dhe efektivitetin e konsullit, që nga themelimi shoqata e konsuleve të nderit në Shqipëri ka qenë mjaft aktive në raportet me institucionet shqiptare, por edhe me ato ndërkombëtare. Antarësimi në dy federatat më të mëdha të konsuleve në nivel evropian dhe botror është një hap para që hedh jo vetëm shoqata e konsuleve të nderit në Shqipëri, por edhe vendi ynë dhe diplomacia shqiptare, teksa përfaqësohet në të tilla nivele. Aktualisht numërohen rreth 20.000 konsull nderi në të gjithë botën dhe 30 konsull nderi në Shqipëri. Në vendin tonë, shtetet e përfaqësuar nga personalitete të njohura në fushën e biznesit, medias dhe diplomacisë janë Austria, Meksika, Italia, Malajzia, Tajlanda, Belgjika, Japonia, Kanadaja, India, Maqedonia, Rumania, Maroku, Çipro, Malta, Islanda, Lituania, Sierra Leone, Bullgaria, Finlanda, San Marino, India, Bosnjë Hercegovina, Mongolia e të tjerë.